Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Alianca për shqiptarët Arben Taravarit kritikon një marrëveshje të mundshme të koalicionit Vlend që propozim ligji për një përfaqësim të drejtë dhe adekuat në administratën publike të dërgohet për shqyrtim në Komisionin e Venecias përpara se të miratohet në Kuvend. Alianca për shqiptarët e konsideron këtë qasje si të gabuar dhe të rrezikshme duke paralajmëruar për një bëshllëk ligjor që mund të çojë në diskriminim në punësime dhe bllokim të reformave ndëretnike. Si shembull theksohet rasti i ligjit për gjuhët, për të cilin u deshën 6 vjet për një opinion nga Komisioni i Venecias. Maqedonia e Veriut konfirmon qëndrimin e saj për krah Ukrainës. Zëvendës kryeministri i parë, Izet Mexhiti, mori pjesë në samitin Ukrainë-Europa Juglindore të zhvilluar në Odesa. Përmes rrjeteve sociale ai shkruan se Maqedonia e Veriut qëndron fuqishëm për krah Kievit, ndërsa shton se ky samit është një moment kyç për të riafirmuar mbështetjen e palëkundër për sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Pavarësisht rezistencës së Slovakisë ndaj paketës së re të sanksioneve të BE-s kundër Rusisë, kancelari gjerman Friedrich Merz shpreson që 27 kryetarët e shteteve dhe të qeverive të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian javën e ardhshme do ta miratojnë paketën e re të sanksioneve ndaj Rusisë të propozuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian. Nëse gjithçka ecën sipas planit, atëherë javën e ardhshme do të jetë vendosur, tha Merz. Edhe në Washington po bëhen përgatitje për masat të mundshme të Kongresit dhe administratës kundër Rusisë. I pyetur lidhur me rezistencën e Slovakisë, Merz tha se komisioni përfaqësuesve të prershëm në Bruksel javën e ardhshme do të negociojë për herë të parë lidhur me paketën e sanksioneve. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Të paktën 49 persona ndruan jetë në Afrikën e Jugut pasi shira të rëmbyeshëm shkaktuan përmbytje të mëdha në provincën e Kepit Lindor. Rajoni kryesisht rural, i cili shtrihet nga Oqeani Indian në malet e larta të brendshme, u godit nga shira të rëmbyeshëm dhe borxhi nga fundjava. Pjesa më e madhe e Afrikës së Jugut është përfshirë nga rreshtet të rëmbyeshme shiu dhe kushtet të ftohta ekstreme. Nuk kemi parë kurrë këtë lloj kombinimi të borës dhe shirave të rëmbyeshëm në dimër njëkohësisht, u tha gazetarëve kryeministri i Kepit Lindor, Lubabalo Oscar Mabuyan. Midis atyre që humbën jetën ishin 4 fëmijë në një minibus shkolle që u rrëmbyen nga ujërat, thanë autoritetet provinciale. Shtresa e akullit e Groenlandës u shkri 17 herë më shpejt se mesatarja e kaluar gjatë një jave të nxehtit të muajit maj që goditi dhe Islandën, tha rrjeti shkencor World Weather Attribution. Rajoni Arktikut është në vijën e parë të ngrohjes globale, duke ngrohur 4 herë më shpejt se pjesa tjetër e planetit që nga viti 1979, sipas një studimi të vitit 2022 në revistën shkencore Nature. Në muajin maj, 94% e stacioneve meteorologjike të Islandës regjistruan temperatura rekord sipas Institutit Meteorologjik të vendit. Në Island, temperaturat e kaloi 26 gradë Celsius më 15 maj, e pa parë për atë kohë të vitit në shekullin subarktik. Në Groenlandën lindore, dita më e nxehtë gjatë valës së të nxehtit ishte 3.9 gradë Celsius më ngrohtë krahasuar me klimën paraindustriale. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.